Kom pas punu në anije për disa vjetë, edhe kom pas gjithë idejen që me punu disa vjetë, po edhe mu këthi. Mund të shme njoftu shumë njerëzi, për shumë anëve të botës, edhe ti hapë syta e punë. Me thonë, nuk e shë botën veç me një anë, për e shë në shumë anë kanë vështrime. Takim më interesant, kom pas shansë me taku basketbollistin e madh Shaquille O'Neal. Pa vi Shkupit, po. Që jena Shkupin? Super është, mirë është. Jetoni në Shkupa, po? Jetoni në Shkupa. Punoni? Punoj, po. A je familjar? I martu mija. Ala je, pa. Kiko? Kako, po. A të ka bëna e trusni për familje se Gjoje Nusën, që kemë në zakonë shqiptarët? Jo bash Gjoje Nusën, po bashkarisht. Bashkarisht? Bashkarisht me gjithë Nusën. Bashkarisht, pa respekti bashkarisht? Po me gjithë Nusën, me këshirë ose me mësitni, ose vetë, ama jo presion me thonë. A kështë pas të shirë që me ka përgjatë, dhe më thënë bashortën të Nusën? Jam i hapën për 2 opcione. Nëse gjej vetë, bonët. Nëse familjarët kanë dëni me thonë kandidat të mirë, pse ja? Ka propozu në herë, familja që Po, kam propozue, po s'ka qenë kismet. Më pëlqen, ala djallë tradicional koke, shqiptarë? Po, jam mendje hapun, me thonë, për të dhja. Do me thonë, ajo veç këshiri që ka është më e mira për vetën dhe për familjen. A dhe të është e femra ideale? Femra ideale, po me këshirë me konë mas shumë të prej të njëjtit religion, që mi anashkalue debatet religjioze bërëm. Po me qenë shqiptar, familjar, qaja. E po njëjtë religion, që ka nëse pish dashni me një religion tjetër? Po qaja problem është pak se kish dash me bo skip. Skip? Pa tjetër, pa. A ka ndodhë me dashuru me një person një religion tjetër, pa e ditë kështë? Ja. Aster? Ja. Dhe më thonë, prapi kishe lonë? E kisha lonë, pa. Rënë parë, familja apo bashortja? 2 jetë. 2 jetë. Që ka nëse bashortja kishe jep kusht, ose mu ose familjen? Familjen. Familjen, pëse familjen? Po qaj person që jep kusht, zakonisht nuk është mira, ja. Me thonë se, po nejse, mendimin tem, nëse i shkon kushti, me thonë që me nejtë bashkë me familjen, unë jam djali vetëm. Djali hasret. Pa, djali hasret jam unë, edhe do me thonë që është kushti nëse ishmi bo marveshje që nëse isha martu me dikan, me di që unë me familjen rri, me prindet. Pra, si kishe lonë? Ja. Po më pëlqenë shumë, a? Pa. Rallë kushe kish po këtë? Po, pune edhe kum bile edhe për atë arsye edhe jam këthi se kum pas punu në anije për disa vjetë, edhe kum pas gjithë idejen që me punu disa vjetë, po edhe mu këthi pas asaj kohë me njët me familjen. Në anije, është po nuk është me letë? Nuk është e letë, ja. Të rekona ne provoj interesante që e ki po gjatë kësaj punës? Provoj interesante është që mund të shme njoftu shumë njerëzi, për shumë anëve të botës, edhe ti hapë syta e punë. Me thonë, nuk e shë botën veç me një anë, për e shë në shumë anë kanë vështrime. Dhe që një takim ma interesant me njerëz që ke pas, si provojnë punë? Takim më interesant, kom pas shansë me taku basketbollistin e madh Shaquille O'Neal. Ato inqizojshin një reklam në kampani që punoj shonë, edhe pa të qëllune për në faka aty, edhe në fakt në kara me taku 2 herë. 2 herë? Rastësi kështu? Rastësi, po. Po këtu nga si puna ka qenë e vështirë për ty? Puna mund me qenë e vështirë, se punot për ditë. Do me thonë, kontratat bëhen për 6 muaj, 7 muaj, edhe mrena atyve 6-7 muajve nuk ka ditë lira. Do me thonë, punot për ditë. Mandej masi marron kontrata, vjen pushon 1 muaj, 2, edhe prap kthehesh. Sa kemi të përballu këto? Izolimis po thamë se larg familjes. Qashtu. Po, kështu senet ka ndodhë. Do me thonë, ka pas vdekje familjes, ka pas martesa që i kum të shokve që i kum s'ka mujt me qenë prezent. Ama unë e kum ditë për që kjo është pjesë e asaj pune. A dukan, pa qka se kishe menduar jetën tënde? Pa qka?
Nuk e di. Unë jam i mendimit që mësohemi me gjithka. Domethënë, edhe diçka që e ki tani jetën, nëse e hup, jeta vazhdon. A ka ndonjë rast që ki humbur dikon që ti kishte lidhur shumë me ta? Po kom pas familjar që kanë ndru jetë, edhe shtimë nuk janë pjesë e familjes, më thonë gjyshrit në të janë të familjes, nuk janë mo, ama jeta vazhdon. Çka ke shumë nga jeta përgjithësi këto vite? Që nuk është gjithçka e thjeshtë. Gjithçka ka një arsye pse ndodhin sejnët. Do të thonë një mesazh për gjithë ndjekësit e historisë të jetës, një mesazh për jetë. Çka kushton gjithë të rive? Njerëzve. Me konë ma shumë tolerant, edhe me këshirë senet prej, jo prej me një kandi, po prej ma shumë kandeve, pse ndodhin senet. Ishte shumë kënaqësi, i bëjt fala shumë shkupit,